jo që po du me mbrojt Bashkimin Demokratik për Integrim, mos tingëllohet si mbrojtje. Jo, po janë lodhur qytetarët ty ndëgju dhe në çdo veprim që ose mos veprim dhe në çdo gabim BDI e ka bë, BDI e ka faj, BDI. Jo, BDI nuk e ka bë, se po të kishte bë diçka nuk do të kishim ne kësi lloj probleme. Bashkimi Demokratik për Integrim e legalizoi gjuhën shqipe. Bashkimi Demokratik për Integrim. Ku e ka legalizuar gjuhën shqipe sot me protesta dhe me situata e ke ligjin, fal, nëse do me lexuar në ligj shkruaj, se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim u ala në dorë juve kryeministrin shqiptar, me një kryeministër shqiptar edhe me... Teknik. Po ju as teknik s'po mundeni. Teknik. I la me 12 shqiptar, ministra, kanë qenë në funksion. Edhe po trokitni të dera për 4 ministri. Qysh? Po trokitni të dera për 4 ministri. Po tentoni të bëni pjesë të qeverisë me 4 ministri, po... Atë është asi spekulime, asi muhabete s'ka së të dush. O, menis në asi muhabete, këtu nuk përfundon muhabeti, kur?